Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Vuani nga koliti, njihuni me 2 receta në kushte shtëpie që bëjnë mrekullin. Koliti është një sëmundje që ka prekur një pjesë të konsiderueshme të popullsisë. Simptomat e saj shfaqen në moshën 15 vjeçare. Zakonisht koliti shkaktohet nga dieta e varfër ushqimore, teprimi me ushqime të thata dhe të yndyrshme dhe konsumi tepërt të alkoolit. Simptomat kryesore të kolitit janë dhimbje të barkut, diare, gazra në aparatin tretës, kapsllëk, vështirësi në jashtëqitje. Në këtë video do të tregojmë disa këshilla rreth ushqimeve që duhet të konsumoni rregullisht në qoftë se vuani nga koliti. Sipas Health.com do të rendisim të gjitha ushqimet më të mira, të cilat do ju vinë në ndihmën e shëndetit tuaj. Kosi. Kosi është ndër ushqimet që nuk duhet të mungojë kurrë në regjimin ushqimor të personave që vuajnë nga koliti. Ai ka në përmbajtje të tij acid laktik, substanca që luftojnë inflamacionin e sistemit tretës dhe veprimet e radikaleve të lira në organizëm. Mjekët rekomandojnë të hani 200 mg kos në ditë dhe mund të hani edhe të shoqëruar me fruta natyrale. Ujë patatesh. Zakonisht jeni mësuar të hani patate të zjera, të skuqura ose në formë pureje, por jo më pak i vlefshëm është edhe uji i tyre. Ky lëng lufton kolitin, diarren dhe përmirëson aktivitetin e sistemit tretës. Zjeni në tenxhere disa patate në mallësi mesatare. Pasi t'i keni zjerë, kulloni lëngun dhe pini vazhdimisht gjatë ditës. Uji i orizit. Uji i orizit është shumë i këshillueshëm në qoftë se keni probleme me kolitin. Rregullon pH-in natyral në stomak, redukton inflamacionin dhe irritimin e zorrës së trashë dhe rrit numrin e bakterieve të mira në sistemin tretës. Karrotat. Ato janë të pasur me fibër dhe përbërës me veti antiinflamatore që rrisin florën bakteriale të zorëve dhe i mbrojnë ato nga veprimi i radikaleve të lira. Konsumi i përditshëm i karrotave dhe lëngut të tyre përmirëson ndjeshëm sistemin tretës. Bananet. Bananet përmbajnë shumë fibër të tretshme në ujë. Kundër më të rëndësishme janë pektinat, e cila pasi përthithet nga sistemi i tretës normalizon vlerat e pH-it në zorë dhe parandalon diarren dhe kapsllëkun. Përbërësit e tjerë si potasi dhe magnezi përmirësojnë shëndetin intestinal. Merrni 1 ose 2 banane të pjekura mirë dhe i kaloni në mikser me pak mjaltë. Kështu do të merrni përfitimet e tyre unike në lehtësimin e problemeve tuaja, siç është edhe koliti. Koliti është një sëmundje e lidhur me inflamacionin e zorrës së trashë e shkaktuar nga disa faktorë. Nëse vuani nga koliti, e dini mirë që shoqërohet me simptoma të ndryshme si endje kapsllëk, diare dhe dhimbje barku pas vakteve. Në fakt, shumë njerëz kanë tendencën të ngatrojnë atë me diaren duke qenë një simptom kryesor e këtij problemi. Duke qenë një çrregullim i përsëritur i karakterizuar nga periudha të dhimbjes dhe periudha të problemeve, prandaj është e rëndësishme të njihni ushqimet që mund të përkeçojnë simptomat tuaja. Prandaj, në këtë kategori të ushqimeve që duhet të ndalohen nëse vuani nga koliti janë ushqimet e skuqura dhe ato me yndyrë. Ushqimet e skuqura dhe ato që përmbajnë sasi të lartë të yndyrës përkeçojnë simptomat e kolitit sepse vështirësojnë tretjen dhe rrisin inflamacionin. Drithrat dhe farat me kokra të mëdha duhet të evitohen nga dieta juaj. Megjithëse konsumi i fibrave rekomandohet gjithmonë për tretjen e mirë, nëse vuani nga koliti, duhet të shmangni fibrat nga ushqime të tilla si drithrat me fara dhe kokra të mëdha. Kafet dhe çaji me kafeinë duhet të evitohen. Në rastin e kolitit duhet të evitoni sa më shumë pijet me kafeinë, mes të cilave çajin dhe kafen. Konsumi i rregullt i çajit me kafeinë dhe kafes mund të rrisë shqetësimet e intensitetit të dhimbjes së kolitit dhe acarimeve të zorrës së trashë. Qumshti dhe nën produktet e tij gjithashtu duhet të evitohen nga dieta juaj. Qumshti dhe nën produktet e tij janë një numër i madh për personat që përballen me këtë shqetësim. Bulmeti duhet të eliminohet jo vetëm për shkak të yndyrnave të larta, por edhe prezencës së laktozës. Sallamrat gjithashtu janë të dëmshëm. Sallamrat përmbajnë shumë yndyra, por edhe kripa dhe substanca artificiale që rrisin inflamacionin në zorë. Konsumi i rregullt i tyre shkakton vështirësi në tretje dhe rrit praninë e toksinave në zorë. Për më tepër rrisin rrezikun për të prekur nga mbipesha dhe sëmundje të tjera inflamatore. Edhe margarina gjithashtu është e dëmshme për organizmin. Margarina dhe gjalpi janë ushqime që nuk duhet të përfshihen në dietën tuaj nëse vuani nga koliti. Përmbajnë shumë yndyra transgenike dhe vajra hidrogenizuar që përkeçojnë inflamacionin e zorrëve. Mielin e rafinuar gjithashtu duhet ta evitoni.
Mjedhin e rafinuar janë ushqime inflamatore që përkeqësojnë simptomat e atyre që vuajnë nga problemet e zorëve. Ato i nënshtrojnë një periudhë të gjatë të ciklit të humbjes në një numër të madh të lëndëve ushqyes. Pijet me gaz dhe pijet alkolike gjithashtu janë të dëmshme për personat që vuajnë nga koliti. Pijet alkolike dhe ato me gaz irritojnë së tepër me sistemin tretës. Përmbajtja e lartë e sheqernave përveç dioksidit të karbonit dhe ngjyruesve rrisin aciditetin dhe inflamacionin. Janë përgjegjëse për simptomat e gazrave, zorëve, dhimbjeve të barkut dhe diarres. Si përfundim, për të mbajtur nën kontroll simptomat e kolitit, do të ishte më mirë të kufizonin maksimum këto ushqime, të cilat i përmendëm më herët, në mënyrë që të evitoni kështu edhe shqetësimet tuaja për tretjen. Është e rëndësishme që, nëse vuani nga koliti, të tregojeni do shtrënguar me këto produkte, pasi mund të ndikojnë negativisht për shëndetin tuaj. Produktet e bulmetit shkaktojnë ose përkeqësojnë simptomat të kolitit. Kjo nuk do të thotë që duhet të qëndroni larg nga qumshti. Ekspertët thonë se të pasurit kolit nuk kupton automatikisht intolerancë ndaj laktozës. Kjo e fundit tashmë bën edhe sistemin e enzimave që të konsumojë qumshtin. Misri dhe kërpullat. Misri dhe kërpullat treten me vështirësi, thonë ekspertët. Pavarësisht intensitetit të përtypjes, misri arrin të shkaktojë irritime të zorëve dhe diare në rastet e njerëzve që vuajnë nga koliti. Ekspertët rekomandojnë shmangjen e ushqimeve që treten me vështirësi siç janë misri, kërpullat, lakra, farat dhe arrorët. Mishi dhe djathi. Mishi dhe djathi është një produkt që duhet i qëndroni larg nëse vuani nga koliti. Më mirë zgjidhni produktet e mishit pa djam sepse ky i fundit arrin të përkeqësojë simptomat. Qoftë roleja ose mishra të tjerë të butë dhe të gatuar mirë treten lehtë se bifteku. Erëzat. Erëzat plur dhe ato të bluar holl mund të jenë pjesë e reagimeve tuaja ushqimore pa problem. Nëse gatuani me erëza ose barishte të freskëta siç janë piperi, kokër ose majdanozi, sigurohuni që t'i grini ato ose bluani holl në mënyrë që të jenë sa më të tolerueshme nga stomaku. Pirja e kafes përpara orës 10 mund të bëjë që kafeina të jetë edhe në prodhimin e kortizolit. Koliti ulçroz është një sëmundje inflamatore që prek zorrën dhe shkakton edhe plagë të ndryshme në pjesë të brendshme të tyre. Koliti shkakton dhimbje, fryrje, diarre. Sëmundja ka tendencën të përkeqësohet me konsumin e disa ushqimeve specifike të cilat janë fasulet. Bishtaja dhe fasulet kanë shumë fibër dhe shkaktojnë fryrje. Ato nuk përbëjnë ushqim ideal për dikë që vuan nga koliti. Ekspertët thonë se pavarësisht kësaj, këto ushqime janë të rëndësishme sidomos për vegetarianët. Ato rekomandohen të konsumohen në racione të vogla. Për më tepër, fasulet e konservuara duhet të shplahen mirë. Qiqrat duhet të zhvishen nga shtresa jashtme ose të gatuhen në pure, në mënyrë që të kthehen në një ushqim të tolerueshëm për personat që vuajnë nga koliti. Gjithashtu, misri dhe kërpullat duhet të mbahen sa më larg nga dieta juaj. Misri dhe kërpullat treten me vështirësi, thonë ekspertët, dhe shkaktojnë probleme në kolit. Erëzat. Erëzat plur dhe ato të bluara holl mund të jenë pjesë e regjimeve tuaja ushqimore pa problem. Nëse gatuani me erëza ose barishte të freskëta siç janë piperi, kokër ose majdanozi, sigurohuni t'i grini ose t'i bluani holl në mënyrë që të jenë të tolerueshme nga stomaku. Ushqimet kremoze. Salcat e ndryshme dhe majoneza mundet që ndonjëherë të shkaktojnë ose të nxisin simptomat të kolitit ulçroz. Disa njerëz nuk e tolerojnë dot gjalpin e kikerikut për shembull, ndoshta është i pasur me yndyrra të shëndetshme. Çokolata. Sheqeri dhe kafeina janë dy nga përbërësit e dominantë të çokoladës, që mund të rrisin problemet të njerëzit që vuajnë nga koliti. Nëse ju pëlqen çokolata, mundohuni të konsumoni sasi të vogla të këtij produkti cilësor. Alkooli domosdoshmërisht duhet të evitohet nga dieta juaj, pasi jo vetëm që do të përkeqësojë shëndetin tuaj të përgjithshëm, por do të shkaktojë gjithashtu edhe dëme kundër shqetësimeve të kolitit. Nëse doni një tretje më të mirë, tregohuni dorë shtrënguar ndaj problemeve që shkaktojnë edhe këto ushqime në shëndetin tuaj tretës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.